رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi I takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, të vetmit dhe të pashoq. Salavat e selamit ja dërgojmë zotërisë të pejgamberëve, vulës pejgamberike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se jeta e kësaj bote, dunjaja është vetëm një udhëtim në cilin të gjithë prej neve kemi me ecë në ta. Prej ditës kur Allah subhanahu wa taala na ka krijuar në këtë dunja e deri në ditën kur do na vesh ato lutim Allah subhanahu wa taala që na merr ata vetëm në rrugën e tina, dunjaja është vetëm një udhëtim I cili është I mbushur me sprova, sepse Allah subhanahu wa taala tha në Kur'an liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, që Allah subhanahu wa taala me sprovoj ju këtë dunja, edhe me çështën e cilin është më mirë. Ndonjëherë njeriu I vin ditë në të cilën ai ka sukses në to edhe ka gëzime të mëdha në to, e nga njëherë prej këtyre gëzimeve njeriu duke ndjekur epshin e tij dhe nefsin e tina e harron edhe Allah subhanahu wa taala. Por se është edhe e kundërta se kur robi ka dhe sprova të mëdha, vështirësi të mëdha, brenga të mëdha, nga njëherë edhe prej këtyre sprovave e harron fejen e tina, e harron rrugën e Allah subhanahu wa taala. Prandaj ajo e cila ka këshilluar Allah subhanahu wa taala në Kur'an, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, është që robi pavarësisht gëzimit tina në dunja, apo sprovat e tina në dunja, duhet ta mbajë veten me sabër, me durim dhe në mbështetjen e Allah subhanahu wa taala. Por çka është sabri I vërtet? Cili është durimi I vërtet që duhet me bërë robi në dunja? Sabri është shumë më tepër se një durim që e bën robin një durim I zakonshëm. Ajo e cila është më tepër se një durim I zakonshëm, sabri është një adhurim prej adhurimeve të Allah subhanahu wa taala. Një qëndrim I qartë të cilin robi e mban për të afruar tek Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, Allah subhanahu wa taala I ka dhënë rëndësi të madhe sabrit në Kur'an, edhe aty e ka përmend në disa prej ajeteve të shumta në Kur'an, e ku qëllimi I atyre ajeteve është çdo herë vetëm shpërblimi I robit në dunja dhe në ahiret. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa bashshir sabirin alladhina إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون." Edhe përgëzoj ti durimtarët, përgëzoj ata të cilët bojnë durim, se kur I godet ata ndonjë sprovë apo ndonjë fatkeqësi, ata nuk thonë gjë tjetër vetëm se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Prandaj në këtë ajet Allah subhanahu wa taala na këshillon gjithë neve që çdo herë që ty të godet dhe sprovë, çdo herë që ty të ngushtohet dunjaja, mos me harru Allah subhanahu wa taala, mos me harru librin e tina dhe mos me harru sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se na këshillon Allahu që çdo herë të themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe tek ai vërtet do të kthehemi. Ky është ajeti që thënë Allah subhanahu wa taala I mban robrit e tina. I mban robrit e tina të lidhur me rrugën e Allah subhanahu wa taala. Pastaj sabri ka dhe disa lloje të tina. Shembulli, sabri në bindjen ndaj Allah subhanahu wa taala. Si është sabri në bindjen ndaj urdhave të Allah subhanahu wa taala? Duhet ditë se qëndrimi në të vërtetën, apo ndjekja e të vërtetës kërkon edhe sabër të madh. Sepse çdo herë shejtani prej njerëzve dhe prej gjinëve e bën punën e vet. Shejtani prej njerëzve dhe gjinëve çdo herë punojnë që me I deviju robrit e Allah subhanahu wa taala nga rruga e vërtetë.
Andaj sabri më i madh, edhe sabri më i rëndë është që besimtari me bo sabër në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, në qëndrimin në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse të gjithë njerëzit janë kundër teje, ti e din se je i kapur për librin e Allahut subhanahu wa taala, dhe je i kapur për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mos e rrit mendjen tënde për asgjë. Sepse kjo fe ka ardhur e huaj, edhe do të kthehet e huaj. Edhe njerëzit të cilët kapën për këtë fe janë të pakët. Edhe ata të cilët qëndrojnë në këtë menhej janë të pakët. Andaj sabri ndaj urdhave të Allahut, edhe bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala është prej sabrit më të rëndë që mund të bëjë robi në dunjë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Was-sabru diya." Was-sabru diya. Durimi, sabri të cilën e bën besimtari është dritë për to. Ndoshta në dunjë kime kalu jetë vështirë. Ndoshta do kanë të thujë nuk krejt. Ndoshta do s'ka me të folur kërkush. Ndoshta do kimu sprovu edhe në familje, ndoshta kimu sprovu edhe me pasuri. Ndoshta kimu sprovu edhe me sprova të ndryshme. Por nëse ti e di vetën tënde, se je në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe je duke e ndjekur rrugën e Allahut, atëherë dije se ky dorim që ti e të e bë është dritë për ty. E kur është dritë, atëherë kur e din se kur e din Allahu subhanahu wa taala se për ty është më e mira. E më e mira për robën është Allahu subhanahu wa taala që dorim që e bën dunjë më ia bë dritë në botën e ahiretit. Atje ku ty duhet më shumë, atje ku e lusim Allahu subhanahu wa taala që ne qenë në hijen e tina, hije në arshin tina, hije ku nuk do të ketë hije tjetër, por veç hijes arshit Allahu subhanahu wa taala. Tjetër lloj sabri është edhe sabri ndaj mëkateve. E që kjo është një prej sabrit të cilin shumica e neve jemi sprovuar sot, sepse jemi duke jetu me një kohë fitness. Jemi duke jetu një kohë fitness ku besimtari sa del prej shtëpisë tina ka me pasur gjinohe, ka me pasur mëkate. Edhe pavarësisht mjedisit të cilin ku jeton ai, shoqëria me të cilin ai rrethohet, epshet e tina e shtynë robën, e shtynë epshet e tina që ai me mëkatu Allahu subhanahu wa taala. Edhe me i bërë mëkate Allahu subhanahu wa taala. Andaj sabri në këtë gjendje është prej sabri ku e nxjerr robën fitues, edhe afron tek Allahu subhanahu wa taala. Çish me bë sabër ndaj mëkateve? Ajo që ka përmend dietarët është shoqërimi me të mirë. Shoqërimi me ata të cilët janë njerëz xhamis. Nifen për njerëz xhamis. Shoqëria me ata të cilët nifen për njerëz devotshëm. Shoqëria me ata të cilët e di se ata nuk folin tjetër vetëm se ajo e cila e kënosh Allahu subhanahu wa taala. Në kohën e fitnesh, shoqëria me njerëzit e mirë është ajo e cila e shpëton robën besimtar. E sot janë shtuar fitnë më shumë. Shofshin ato në rrethin e tij familjar, shofshin ato në rrethin e tij nga shoqëror. Ka me dalë çdo herë dikush që ka me mundu që ty me shtime e bo mëkat. E nëse vetëm një herë shtime e bo mëkat, atëherë ka me ta përmend çdo herë. Ti edhe atëherë e shohë, ti edhe atëherë e bojë. E nëse sabrin çdo momente besimtari e bën, edhe qëndron ndaj kësajna, atëherë di se Allahu subhanahu wa taala ka më shpërbly për këto. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, fa Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim se namazi e ndalon robën, e ruan robën prej gjërave të këqija edhe prej gjërave të këqija edhe prej atyre të cilat janë të ndaluara. Nëse ti je prej atyre të cilat bën namaz, jo vetëm namaz e farze, por të jesh prej atyre të cilat adhuron Allahu subhanahu wa taala edhe me namaz dhe vullnetare parë. Kjo është ajo e cila bën robën të kapur për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të kapur për rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Pa dyshim se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi i madh vjen kur robi ka sprova të mëdha. Nëse ti dëshiron tek Allahu subhanahu wa taala, që ti me pas për Allahu subhanahu një shpërblim të madh, pa dyshim se dush mos provue shumë për me marrë ato. Nëse ti dëshiron pasuri të madhe, dush me punue shumë për me arritë ajo pasuri. Nëse ti dëshiron me fitu disa tituj, dush me mësue shumë për me arritë tek ata tituj. E çdo gjë të cilën robi ndon në dunjë duhet me i dhënë zor shumë për me arritë tek ajo ai qëllim të cilin e don. Edhe nëse dëshiron xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, dush me usprovue shumë këtë dunjë për me arritë tek xheneti i Allahu subhanahu wa taala. Sepse kur Allahu subhanahu wa taala e krijoi xhenetin dhe xhenemin, e dërgon Xhibrili
alayhis salam edhe për me shikuar xhenetin. Thotë ja Allah, çka pas ke krijuar xhenet, s'pas ka me pas njeri që s'ka me himta. Thotë po shikoj me çka ka rrethuar ato. Xheneti është i rrethuar me sprova që besimtari duhet të sprovon to, me testu vetëm për me fitu xhenetin. Edhe kur e shikon xhenetin thotë ja Allah, çka pas ke krijuar xhenet, shtirë që pas ka me orë dikush me himta. Po shikoj e thotë se me çka kam rrethuar xhenetin. Kur e sheh se xhenemi është i rrethuar me epshe, është i rrethuar me klasika dynjore, është i rrethuar me dëshira të dynjore, thotë ja Allah shtirë që pas ka jep shumë dikush e që pas ka me himta. Sepse nefsi i njerit, epshi çdo herë e ngrej ata për me shku ka dëshirat e tina. Edhe më largu për rrugës Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahu. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala e don një popull, apo e don dikon për robërve tina, ai e sprovon ato. Radi Allahu fala rida, wa man sakhita falahu sukht. E kush është i kënaqur me ato që ka sprovuar Allah subhanahu wa ta'ala, ai ka arritur kënaqësi. E kush zemërohet me ato që kur e sprovon Allah subhanahu wa ta'ala, atëherë ka me qenë gjithmonë i zemëruar. Dynja dhe ahiret. Ti i sheh ata të cilët janë dhënë pas dynjës. I sheh ata të cilët janë dhënë pas dynjës dhe e harrojnë fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk i bjen vend asnjëherë për me kryndër i urdhët Allah subhanahu wa ta'ala, kimi pa që çdo herë ata janë me disa brenda. Çdo herë kanë me disa mërzi të mëdha. Por kimi pa një rob shumë thjesht që Allah subhanahu wa ta'ala nashta nuk ja ka dhënë ti dynjën. Por sa ajo është i kënaqur me Allahun dhe me ato se çka Allahu e ka sprovuar këtë dynjë. Nëse besimtarit e kanë thënë për dynjën, Allah subhanahu wa ta'ala ka premtuar ti shpërblim të madh ahiret, sepse tha Allahu: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Allah subhanahu wa ta'ala i shpërblen ata të cilët bojnë dorim, bojnë sabër në dynjë me një shpërblim që për ata nuk mund me paramendu. Bighayri hisab, që ata nuk mundet me marrë mendja shpërblim që Allah subhanahu wa ta'ala ka me shpërblim këta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min musibatin tusibu al-muslim illa kaffara Allahu biha an khataya hatta shawqatu yushakuha." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith: nuk ka dikush të muslimanëve, të cilë Allah subhanahu wa ta'ala e sprovon me diçka, vetëm se Allahu ka me shpërbly atë sa ka spërvu. Edhe nëse veç një thërë këtë person, këtë musliman, vetëm një thërë ka penguar diçka në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ka me shpërbly edhe për çet thërë që ty ka penguar, edhe me çet thërë që ka spërvu. Sepse besimtarët Allah subhanahu wa ta'ala i sprovon në bazë të imanit tyre. Në bazë të imanit tyre. Të gjithë vjet deri historinë e Ayubit alayhis salam. Ayubi alayhis salam ishte për pejgamberë që Allah subhanahu wa ta'ala kishte spërvuar me vitet tona, me vitet shumëta, me smundje. Por se ai asnjëherë nuk do të. Çdo herë që ndroi duke bërë sabër te Allah subhanahu wa ta'ala, edhe duke u mbështetur tek Allah subhanahu wa ta'ala. Apo edhe në historinë e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi ishte për imamët të cilë Allah subhanahu wa ta'ala e sprovoi më shumëti. E sprovoi në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala me torturat mëdha, me burg në vite të gjata. Por se çka bëi Imam Ahmedi? Imam Ahmedi çndroi në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala. Prej fitnave më të mëdha që ishte në kohën e Imam Ahmedit ishte fitnia e Kur'anit. Fitnia e Kur'anit që thonë të gjithë thonë se Kur'ani është i krijuar, ndërsa Imam Ahmedi thoshte se Kur'ani është fjala e Allah subhanahu wa ta'ala. Pavarësisht asaj torture që ja bënë në burg, pavarësisht viteve të gjata që ai çndroi në burg, prapë Imam Ahmedi çndroi në mendimin e se Kur'ani është fjala e Allah subhanahu wa ta'ala. A dini se çka thonë dietarët për këtë? Thonë dietarët se shumica e talenteve kohën e Imam Ahmedit ju konë me fletore në dorë të e priti Imam Ahmedit nga Shtaburgit. Nëse Imam Ahmedi kish me thonë se Kur'ani është i krijuar, edhe sot na kish me ditë se Kur'ani është i krijuar. Por se Imam Ahmedi ka qëndruar në ato se Kur'ani është fjala e Allah subhanahu wa ta'ala, edhe shkak i durimit tina, shkak i qëndrueshmërisë tina dhe sabrit tina, sot na e dim se Kur'ani është fjala e Allah subhanahu wa ta'ala. Si ta përvetsojnë ata durimin? Qysh më u bona për atyre që bojnë dorime dhe janë dorimtarë të një. Të kemi një lidhje, çdo herë do të pas lidhje të fortë me Allah subhanahu wa ta'ala. Mas pari lidhja e fortë me Allah subhanahu wa ta'ala është për ti, je i kapur për librin e tina, je i kapur për fjalën e tina, për fjalën e Allah subhanahu wa ta'ala, je i kapur për Kur'anin. Nëse një person e lexon gjatë Kur'anin, ai çdo herë ka me qenë për atyre që kanë në budorim. Tjetër është ti kujtoj çdo herë, duhet të kujtosh çdo herë për ndihmën që Allah subhanahu wa ta'ala ti ka dhënë në Kur'an.
Inna Allahe ma sabirin, inna Allahe yuhibbu sabirin. Allah subhanahu wa taala është durimtar, Allah subhanahu wa taala I don durimtarët. Çdo herë që ty të godet diçka, kujtoj premtimin e Allahut. Çdo herë që ty të gështohet dynjaja, kujtoj premtimin e Allahut. Çdo herë që ti ndonjë prova dhe mendon se këtu e patë jutja, edhe nuk mund të komunësh një dal, kujtoj premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu ka premtuar nëse ti bën sabër, ai ka më shpërblyj. Nëse ti bën durim, ai ka më shpërblyj. Edhe tjetër është ta praktikojmë faljen dhe minjohin. Kysh është nga falja dhe minjohja. Nëse dikush për njerëzve ka nënshmu diçka, apo të ka ofendu diçka, apo të ka bo diçka të gjatë, atëherë praktikoj falje që tha Allah subhanahu wa taala. Turdhoj Allah subhanahu wa taala dhe turdhoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për aty çdo herë që bëjmë dorën. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për aty që janë të qëndrueshëm në dunja. E lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për aty që bëjmë dorën dhe ato që ndrushëm në të vërtetën me nejën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për banorët e xhennetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.